Ndryshe. Nice! Në Top Awards. Ti çka ke çantën Elona? Nuk e kam Gucci. Jo, faktikisht kjo është një këngë shumë e vjetër e imja, edhe pse ka dalë vitin e kaluar, jo fal, këtë vit doli, është ne kam bërë në 2016, 17 fal. Çfarë thua? Po. Po pse kaq vonë? Doli domun. Pse kaq vonë doli? Doli sepse tani erdhi ralla. Ka shumë më Pse domun ti ke Po, kam shumë. Unë jam artisti që kam pas studion time për herë, nuk kam shkuar asnjëherë ke studio ti ku që të bëj këngë diku, a kupton? A ti gjithmonë ke studiot tua dhe gjithmonë ti sa herë që frymëzohesh edhe këngë. Jo, ideja është sa këngë ke në stok? Më mirë shumë. Shumë? Po, dje po bëj një gallat, s'mund ta them tu sepse është gjë që mund ta bëj, po ta them off. Më thuaj off. Okej. Off, por është kam shumë këngë. 50, 60, 100. Ku ti? Që janë aty në stok. Në stok flas. Mos ta egzagerojmë. Demo kam pafund, këngë me cilëtet që ja vlen ti nxjerrësh, mund të jenë diku rreth 50 tani. E gjeta 50. Po ti pas kënda deri 60 vjeç do nxjerrë këngë. Unë kur bëra albumin e ri Icon, ky që ka dalë tani. Do flasim gjatë për të. Kisha 56 këngë ose 65 këngë diçka e tillë, mos gabom të më pyet producentin. Që kisha përfunduar dhe ndërto zgjodha vetëm 19 ose 22 se di se sa ka. Dhe ishte e vështirë nojz me zgjedh kaq shumë nga kaq shumë. Si mendon këto prodhimtari? Ka ujëra këngë kështu që s'ja vlen? Shiko, secila këngë ka atë momentin e vet kur është kriju, se ne i bëjmë gjitha vet, ka atë historinë e vet, ka atë lezetin e vet, që s'ja vlen nga ana e çfarë, e lekut. Që s'ja vlen ka boll, sa dush. 5-6 këngë me dalë mirë nga albumi, janë rregull. Noiz kur u ktheve ti në Shqipëri nga Anglia? Ka ndodhur 2 herë. Unë kam marrë një herë në 2005 që bëra një këngë me Dudën Kosovë Shqipëri. Ikim 2006, mos gaboj dhe kthehem në 2007 që bëj këngë me Rozana Radin, Fly. Zemër Fly, që doli dhe një video tani në Top Channel. Po unë mbaj mend që në 2000 ke Dudushin në Po, kënga e parë, intervista e parë që ke dhënë ti. Ideja që unë kam marrë një herë në 2005, kam ikë 2006, kam marrë prapë 2007. Po pra, dhe ke qenë në Top Fest, me On Top of the Rest. Po, kam qenë Top Fest, Nishi, On Top of the Rest, ka qenë, nuk e di, duket edhe Mel Gitin. Po kam qenë edhe vetë, duket disa herë. Kërkoj ndjes për memorien time se kam shumë dobët. Për herë të parë ke qenë me On Top of the Rest, pastaj në 2009 ti publikove albumin e parë që quhet Pak më ndryshe. Nga ajo kohë kanë kalu 9 albume dhe je me të 10-in tani që është Icon, i fundit është Alfa 2023. E fundit para Icon është kjo, por nuk i kisha numëruar faktikisht, por që kanë bërë një 10 albume. Janë bërë 10 albume. Por kjo është historia në vjetrasha. Icon si erdhi? Çfarë mund të themi për albumin Icon, i cili është rekord në seller, rekord në downloadime këngët, bashkëpunime të suksesshme? Është një këngë Icon që ke ti. Ka bën albumin? Është një këngë Icon, ka bën albumin apo? Albumi është e ka emrin Icon. Po, është një këngë që ka merituar emrin Icon. Kjo këngë është në album apo? Po, kjo është një nga më të suksesshme të albumit. Mendoj faktikisht që është Follow You, për shkak se është bërë internacional e madhe ajo. Mirë, por veç asaj që ka një 3-4 muaj që ka dalë, 5 muaj që ka dalë. Që një qeshor kishte dalë, po e pash. Po, ajo bëj hit, pothuajse. Ose kishte shumë miliona, kishte 16 milion, sa kishte. Jo, 100 ca milion. 100 ca milion. Jo, 160 ca milion, se thash. 16 milion. Ajo është në Spotify, që është shumë e vështirë, po. Plus në YouTube nuk e di. Sketi na ndihmojnë çik ta luajm pastaj. Po, plak, 10 albume. Ske bo as 40 vjeç. Tamam si reper fol. Plak, 10 albume. 10 albume, as vet nuk i kishte, si më thën. Kujtu së fundmi. Po Icon është ai albumi që i vërteti të ngren edhe më lart, të jep edhe më shumë muzikalisht. Shikoj, aty është problemi, për shembull unë shpesh herë në vend disa pozita ku jam në studio, të tipit për shembull, a do ta bëj tekstin e fortë me një këngë që është shumë kërcyeshme edhe të jem politically correct ose ta bëj një këngë teksti fort çdo të thotë që të tipi që të jesh i fortë me metafore, që godet fjala me mos të jetë një fjalë që ti e ngjon shpesh, mos të jetë një gjë që ti e ke ngjuar edhe vendit ose të përgjithshme. Unë të du ti më do, ai të do. Jo vetëm jo deri aty, po edhe pak ndoshta
më komerciale të tipit emrin Ferrari ose Champagne ose Ora ose Rolexi ose Lamborghini, nga këto fjalë vim shpesh në disa pozita shumë vështira sepse them, fanbase im nuk është vetëm Shqipëri. E kupton, është dhe internacional tashmë. Është dhe nuk do të shkoj domethënë me ato fjalë aq të, por kam të paktën jam i sigurt që aty ku ka shqiptar që i bie gati në gjithë botën, kam dëgjues. Edhe ato shqiptar kanë dhe miqtë e vet, por përveç tyre un kam bërë bashkëpunime me të huaj goxha, me gjermane, me angleze, me italiane, me franceze, me më të mirë të me Chris Brown e me me Chris Brown jo. Po ç'ishte një foto me Chris Brown? Jo, ka qenë ku kemi qelluar me një hotel në Amerikë s'ka lidhje. Edhe vjen pozita tipi se nuk e mbrova fjalën që a du të përdor këto fjalë që godasin dhe një muzikë e kërcyeshme e lehtë, si më thën. Fjalë për që ta kuptojnë gjithë njerëzit apo do të them fjalë shqipe që ta të jem vetëm me njerëzit këtu. E kuptova. Edhe nëse unë do bëj këngë që do të jem vetëm për njerëzit tu, kaq është vendi shumë i vogël. Domethënë nga ana e biznesit nuk është nga ana komerciale, nuk është shumë smart. E kupton, nga ana shikueshmërive në këngë se a di s'është punë e plak. A do një këngë me 100 milion klikime, a do një këngë me 3 milion klikime. Dhe ti këto e vendos në bazë kësaj. Po ta bëj edhe unë ty si pyetje. Po me 100 do të diskutohet. E kuptoj, po me 100 do të jesh shumë komercial. Do të jesh shumë komercial. Nuk bëhet ndryshe, nuk mund të kënoj një këngë që ka emrin për shembull Kanuni. Në refren përmendet fjala kanuni dhe unë pretendoj që ajo këngë shkoi viral në gjithë botën. Nuk shkon dot. Ose ç'a them unë ty? Po e qartë. Po mirë, po ti ndërkohë bën dhe ai fjalë e urtë. Hajde, të jetë një refren me fjalën brenda fjalët e urta. Po janë mesazhe. Po janë mesazhe. Ti tani mos prit që kjo këngë bëj wow. Jo wow, po të shpresësh ti se thonë shpesh po pse nuk për të ti, pse nuk bën di këngë që të po e kam provuar më plak. Edhe nuk ma do njëri. Po nuk kështu që ti duhet përshtatesh. Po mirë, po ti ndërkohë je edhe artisti që në një kohë kur se ne i kemi këtu në studio, na kanë ardhur, na kanë treguar që album për çfarë të bëj albumun. Albumet sot nuk ecën, sot njerëzit dëgjojnë këngën sot. Nuk e di unë flas për vetën time. Ato që thonë këto gjëra, ato kanë me përshtypjet e veta mbasi nga eksperjenca vet. Unë flas për eksperiencën time. Mirë, a mund ta bëjmë pyetjen e parë që kam përgatit? Ka gjysore pret. Po ti të lë pak kështu ti. Më rënë të pika. Mendon ti që je këngëtari, reperi, kompozitori, producenti, aktori më i mirë në shqiptari? Jo. Jo aktori. Shumë gjëra. Këngëtari, reperi, kompozitori. Jo. Producenti. Jo, s'ka shans. Nuk je më i miri. Jo, jam shumë larg mirë. Oh? Se kush është më i miri? Po ka shumë njerëz që janë më të mirë se unë. Ndoshta do të bësh një pyetje tjetër. A kam unë disiplinën më të fortë nga të gjithë? Po ti a je më suksesshëm nga këta? Po kam sukses, por nuk është fakti që unë jam më i talentuar. Është për shkak se unë kam disiplinën më të mirë nga të gjithë. Disiplinë artistike po flet. Nga të gjitha gjërat. Kam disiplinë, kam shumë pak motivim, por kam shumë disiplinë. Se kjo të bën të suksesshëm sot? Sepse kam dhe forcë fizike. Nëse një talent i duhet 20 minuta ta mbrotë një këngë të mirë, edhe në orën 8 ai do bite në gjumë, darkës, unë do rri deri në 6 mëngjesit, do bëj 3 këngë të mira me forcë. Do flesh 2 orë do nxjosh pra. Do zgjon 2 orë po, kjo. Do të thotë dhe fizikisht duhet të jesh i fortë për se. Diskutohet, ajo është një gjë që s'kem. Se kisha menduar ndër kështu. Po mirë, po më i suksesshëm je Nois. Po, jo për faktin që jam më i miri. Pra ti thua që më i suksesshëm nuk të bën më të mirin. Është një modesti shumë e rafinuar, më pëlqeu kjo. Nuk, sinqerisht nuk është se jam më i miri. Po jam më i disiplinuar. A mendon ti? Po ti bëj gjëra që nuk mund t'i bëj dot asnjëri. Sepse ti je më i suksesshëm nuk do të thotë që ti je më i talentuar. Do të ketë pak. Do të thonë një lloj Cristiano Ronaldo, ëh? Nuk e di. Maybe mbase më pëlqen, po është krahasim i lezetshëm, ai është numra të tjerë, diskutohet, por që jo, për ai se thonë që nuk është talenti, por është puna dhe rigoroziteti, disiplina aty që ka bërë. Nuk flas për Ronaldo është tjetër ligë, me shumë talent atë. Sigurisht, po. Sepse di që është puna, po flasim për art, është për krijimtari, e kupton, ai normalisht merr vendime dhe krijon gjëra në fush. Po kjo është ska lidhje mirë, e kam fjalën si tipologji, I pari në fushën e vet, i pari në fushën e vet për shkak të disiplinës. Mendon ti Nois se je në kulmin tënd apo
je në atë trajektoren e drejtë të suksesit? Jam atje lart. Jam atje lart fare. Jo, jam atje lart, nuk shoh me strategji mund bëj shumë nëse ndjek disa strategji mund bëj shumë mund të rish shumë atje lart. Për shembull me tipit që do të kuptosh gjë, nëse un kam 50 këngë, domethënë tani të ndalem unë se regjistruar i këngë. Sa në del në pension, kollaj. Nëse unë zgjer 2 këngë, nëse unë zgjer 1 këngë një herë në 2 muaj, i bie 6 këngë vit. Mi po 6 këngë vit nuk është shumë, po edhe pak nuk është, kështu që mund ta bëj edhe 5 këngë vit me dash. E kupton? Ose nëse janë këngë shumë forta mund të jenë edhe 3 këngë në vit. Dhe mjaftojnë për sukses. Sepse ky është noisy, publicitet.